gjithçka ka mësuar konstituimin e Kuvendit Republikës Kosovës për të hapur mundësi dhe për të futur në afate ligjore dhe kushtetuese për të pas Konstitucionin e Republikës Kosovës për të pas kryetarin e Kuvendit dhe realisht të hyrë në afate kushtetuese për nominimin e mandatarit për kryeministër dhe qeverisar. Është çështje e deklarimit që përfaqësues e nismës këtë rast kryetarit të Timaj është diskrecion i dhe është çështje e tij, nuk mundem me u është përfol emri i tij si kandidat për kryeparlamentarit zoti Timaj. Përfoljet janë nga më të ndryshme, nuk jam këtu për me dhënë përgjigje për përfolje. Po a është emër që është diskutuar, a keni emër një për kryeparlamentar? Ai që do të zgjedhë kryetari i Kuvendit do të jetë emër. A është Fatmir Dimaj? Jo, nuk është çështje mungesës së transparencës, është debati i vazhdueshëm dhe vendoset në momentin ku krijohen rrethonat e favorshme dhe përshtatshme për me vazhduar. Nëse vini në momentin që duhet gjithsesi ta propozojmë pas opozita një emër, sepse kanë thënë që nuk e votojnë asnjë emër që propozon vetënuese. A do ta votoni veç për me ikun me konstituu kooperativa? Jo, për shkak se në rrethon të tillë nën kupton shkeljet e kushtetutës, për shkak se ka interpretim për këtë çështje, kryetari i Kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar që del nga zgjedhjet e është ekskluzivisht e drejtë e grupit më të madh parlamentar të zgjedh ose të propozojë. Jashtë propozimit nga grupi më i madh parlamentar, këtë rast lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të ketë kryetar tjetër. Duhet të jetë nga lëvizja vetëvendosje ose i propozuar rasti për shkak se disa prej tyre kanë marrë pjesë në komisionin për verifikimin e mandateve dhe rrjedhimisht ka qenë momenti jo i përshtatshëm që nuk janë gjendë në Pasona keni emër për kryeparlamentar, ju si parti shumicë. Në rast se do të verifikoheshin mandatet, ne kemi pas emër për kryeparlamentar, kurdo që vije koha e shpalosur edhe emrin e kryeparlamentarit. Të gjithë ministrat kanë thënë dorëheqje. Mirë po, pavarësisht që kemi dhënë dorëheqje, unë kthehem në zyrën ku të ministrit për shkak se largimi i kryeministit në detyrë nga zyra e kryeministit edhe largimi i ministrave nga zyrat e ministrive me çrast do të krijojë mundësia krijimit të një hendeku të madh, në kupton që dikush nesër mund të thonë që kemi bërë vepra penale deri në nivel të transmetimit. Emri i ri do të shpaloset momentin kur ne të kemi të verifikuar mandatet edhe kur të krijohet hapësira rrethona kushtetuese dhe ligjore që të konsiderojnë Kuvendin. Apo nga guxo? Është çështje e diskrecionit të koalicionit vetëvendosje, guxo dhe alternativa se kush është emri.